Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestës organizuar kundër investimit të planifikuar në zonën e Zvërnecit. Kreu i qeverisë, duke u përgjigjur kërkesës së protestuesve për anulimin e projektit, deklaroi se kërkesa e tyre nuk mund të plotësohet pasi nuk ekziston ende një projekt për Zvërnecin. Me anë të një reagimi të gjatë në platformën X, Rama shtoi se projekti i Zvërnecit është ende duke u punuar nga 5 studio prestigjioze ndërkombëtare të arkitekturës dhe se dokumenti përfundimtar do dalë së shpejti. Mëtej, kryeministri hodhi poshtë pretendimet se investimi lidhet me interesa izraelite apo me krijimin e një getoje palestineze në Zvërnec, duke i cilësuar këto akuza si manipulime. Ai theksoi se shumica e njerëzve që kanë dalë në protest janë mashtruar nga organizatorët, pasi projekti nuk ka asnjë lidhje izraelite, dhe shtoi se ky lloj antisemitizmi fyen kujtimin legjendar të parëve tanë që në luftën e dytë botërore mbrojtën hebrejt. Ai theksoi se investimi prej rreth 4 miliardë eurosh pushtetet nga partner amerikan dhe nga grupi Power Holding me bazë në Katar, të cilin ai e përshkroi si një nga sipërmarrjet më të mëdha turistike në mesdheun evropian. Kreu i qeverisë akuzoi kundërshtarët e projektit për përhapje të dezinformatave dhe për përdorim të ndjenjave patriotike të qytetarëve për të nxitur kundërshtimin ndaj investimit.